Përshëndetje nderuari kryesues, nderuari kryeminist, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Edhe unë shpreh kënaqësinë time që edhe pas shtatorëve debat ne kemi interesim që të diskutojmë për planin e punës dhe raportin 100 ditor të qeverisë. Ajo çka është një dallim nga herët e kaluara sa që kemi biseduar për periudha të caktuara të raporteve të punës, ka qenë që ne kemi vlerësu në atë që ne kemi pa në raportet e punës, po gjithmonë kemi qenë të hendikepum, nga se nuk e kemi pas planet e punës para prake, të cilat kanë shërby si një pikë, si një referencë, pra një pikë orientuese dhe krahasuese në raport me të arriturat, një plan i punës në raport me një plan punës, edhe që këtë herë kemi. Është pak befasia ime që shumë pak është bisedu për planin e punës dhe shumë pak është diskutu për të pa se kjo qeveri a ka prezentu vizion në planin e punës. Se i ka definu qarta zë cilat do t'jenë prioritetet. Ajo në to prioritetet që bazohen dhe në nevojat e vendit dhe në mundësi që ato të implementohen në tërsi. E di se gjithmonë edhe pas një vite, kur djenë raporti një vjeqar, ne prap do t'i kthejmë dhe shoqojmë se qka është desht me pas një plan punë dhe cilat janë nevojat dhe dëshirat tona. Mi po unë mendoj se kjo është momenti më i mirë që diskutohet më shumë për planin e punës, ndërsa unë përshëndes gjitha të arriturat, ato që janë thonë në 100 ditorën, por gjithmonë dihet se 100 ditë që është një orientim, është një bazament fillestar mbi cilën po zhvillohet puna e matejme. Unë përveç kësaj që e thash, vetëm do të theksoj edhe 3 pika që unë mendoj se janë të rëndësishme në këtë moment derisa po flasim. E para është që vendosja e prioritete mbi prioritete në vullnetin dhe përkushtimin e qeverisë për të zbatu ligjen, për të kriju një disiplinë financiare dhe për kriju një racionalitet në shpenzimin e paros publike, unë mendoj se janë shenjat e para të mira dhe mendoj se kjo ka herë është desht dhe duhet patjetër që ndodh në shtetin tonë, në institucionet tona. Pastaj shihet se ekziston një frym evidente, shumë e dukshme, që zhvillimi ekonomik, gjenerimi vendeve të punës janë nevoja emergjente dhe mendoj se në shumë ministri, duke kuptu pra se kjo është një problem multisektorial, është vendos një prioritete dhe kemi propozime konkrete në kuadër të planit punës dhe unë mendoj se kjo bon mirë spaku në nivelin e kthimit të optimizmit në qytetarëve në drejtimin e realizimit në plotni të këtij planit punës. Ndërsa, sa i përket trajtimit të ndërmarrjeve publike, unë mendoj se kjo qasje reale e qeverisë jo në nevojat që i kemi, jo në dëshirat që i kemi, por në mundësit reale dhe sidomos përcaktimi që në afat sa më të shkurt të kompletohen bordet e ndërmarrjeve dhe të rregullatorëve, si dhe të nxjerrë ligjet i veçantë për Trepçën, me çka do t'i mundësohet një autonomi e veprimit dhe një mundësi e hyrjes në partneritete të Trepçës, po dhe përgjithësi të pasurive të Kosovës, pra është një optimizëm dhe një shajë e mirë për qytetarët e Kosovës. Dhe këtë drejtim, me qenë se nuk jemi në situatë që tash të themi ma tepër, në mbetet fund që gjithë shprejmë dëshirat e mira që ky plan i qeverisë të realizohet në tërësi. Ju falenderoj.